Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, po zhvillon një vizitë 2 ditore në Vjenë me ftesë të xhamisë shqiptare El Kalem. Gjatë ditës së Xhuma, ai mbajti hutben e Xhumas, ku u drejtua besimtarëve të shumtë nga të gjithë trevat shqiptare që frekuentojnë këtë xhami, duke përcjell mesazhe në prag të muajit të begatë të Ramazanit. Në fjalën e tij, muftiu theksoi se Ramazani është një mundësi e veçantë për reflektim, përkushtim dhe forcim të lidhjes me Zotin. Ai nënvizoi rëndësinë e vetkontrollit, largimit nga ndalesat, shtimit të veprave të mira dhe solidaritetit me njerëzit në nevojë. Ka një gëzim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe ka një bekim të papërshkrueshëm ky muaj. Dhe është një mirësi e pa llogaritur për gjithë secilin prej nesh ky muaj i begatë. Çdo njeri i cili ka dyshimin më të vogël për vlerën e Ramazanit, i them me zemër të madhe e me zemër të hapun. Mos shiko as djathtas e as majtas. Dhe mos kërko për argumente andej dhe këndej, por shih mënyrën se si muslimanët e presin muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Dhe ja ku jemi në zemër të Vjenës, e në zemër të Europës. Dhe ja ku janë shqiptarët që mbushin ambientet e tyre, xhamit e tyre, që për herë janë më të vogla e më të vogla, për numrin e madh të baballarëve, e të rive, e fëmijëve, e nanave, e motrave, e bijave fisnike. Na vjen muaji i mallnueshëm i Ramazanit për të thënë lanet shejtanit. Mirë po ti nuk ke hiç nevojë me thënë lanet shejtanit, se e ka bë Allahu lanet atë për ty. Dhe të ka thënë, o robi im, në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, kreet kjo sipërfaqe e tokës, e kreet horizontet janë të pastra nga ndikimet e shejtanit të mallkuar. Do të shihet shejtani nga prezenca e jetës për këtë muaj vetëm e vetëm që ti me unalsu në gradet e më të lartëve. Me zemër të mirë muajin e begatë të Ramazanit. Allahu Azza wa Jall e begatov për të gjithë ne, për të dashurit tanë, për të shtrenjtët tanë në këtë vend e në vendlindje e kudo qofshin. E ardh i bardh për ne dhe për mbar ummetin e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, duke sjell me vete myçdet e panumërta me të cilat Allahu Dhul Xhelal begaton agjëruesit hak, të përkushtuarit hak, të angazhuarit hak për t'i dhënë hakun çdo dite. Në përfundim, muftiu Sytari uroi muslimanët e trevave shqiptare dhe mbar botës islame për një Ramazan me mirësi, begati dhe paqe, duke u lutur për mirësi dhe udhëzim për të gjithë njerëzimin.